Përshëndetje të nderuar teleshikues, takohemi sërish në një tjetër episod të programit Çfarë duhet të dini në ekranin e RTS Korça. Sot në fakt do të flasim për një ndër projektet më frymëzuese të qytetit tonë, për Korça Innovation Hub, që është një qendër frymëzuese për të gjithë të rinjt sa i përket zhvillimit të teknologjisë, inovacionit edhe punësimit digjital. Korça në fakt po kthehet gjithnjë e më shumë në një qendër të zhvillimit të ideve kreative, fal vizionit të Bashkisë së Korçës për ta kthyer qytetin në një qendër të rëndësishme të zhvillimit të teknologjisë dhe inovacionit. Dhe pikërisht për këtë un kam të ftuar sot në studio Megi Koleci, përgjegjëse e Korça Innovation Hub, dhe Joan Deli, këshilltar për rinin dhe inovacionin në Bashkinë e Korçës. Mirë se keni ardhur. Shumë faleminderit për ftesën, është kënaqësi të ndodhesh pranë jush edhe në televizionin Korça, sidomos për të folur rreth vizionit edhe punës që Korça Innovation Hub bën për gjatë vitit. Faleminderit, në fakt kemi patur një bashkëpunim të vazhdueshëm duke transmetuar gjithë projektet edhe gjithçka ndodh pranë qendrës Korça Innovation Hub, por sot do të ndalemi hap pas hapi nga momenti i krijimit edhe deri në ditët e sotme, si janë zhvilluar gjitha projektet në ndihmë të rinjve dhe punësimit të tyre, duke shkuar kështu me hapin e kohës drejt teknologjisë. Në fakt do doja ta nisja me atë se si ka lindur ideja për ngritjen e Korça Innovation Hub dhe cili është edhe vizioni afatgjatë i kësaj qendre. Ideja ka lindur para 5 viteve si vizion dhe iniciative Bashkisë Korçë, dhe më lejoni të theksoj edhe si meritë dhe vizioni kryetarit të Bashkisë Korçë për të pasur një qendër teknologjike dhe të inovacionit për të orientuar të rinjtë rreth tregut global të punësimit. Korça Innovation Hub ka 5 vjet që operon, është një qendër moderne teknologjike e pozicionuar në qendër të qytetit të Korçës, pra e gjithë hapësira e hubit ton të inovacionit është tek biblioteka publike Thimi Mitko, ku kemi një bashkëjetesë të librit edhe teknologjisë, një sfidë, po që ne ja kemi arritur shumë mirë për t'i bërë bashkë gjatë 5 viteve të operimit. Ashtu si që thash, është ideja dhe vizioni i Bashkisë Korçë për të ndërtuar një sistem dhe një ekosistem të fortë teknologjik, e cila do të çonte në rritjen e kapaciteteve të rinjve dhe në punësim të tyre. Qendra jonë ka si qëllim të trajnoj, dhe trajnimin e kemi filluar që në moshë të hershme, pra që në fëmijë të moshës 7 vjeçare, të nxit inovacionin, të nxit sipërmarrjen dhe të orientoj të rinjtë drejt tregut të punës. Është e drejtë ajo që ti sapo the, sepse tashmë biblioteka publike e Thimi Mitko nuk është më ajo biblioteka të themi tradicionale që ofron vetëm leximin e librave, por ka shkuar edhe më tej Bashkia e Korçës me vizionin e saj edhe me dëshirën e mirë të kryetarit të bashkisë për ta kthyer në një qendër moderne, dhe ndoshta është e vetmja në Shqipëri, me sa ka mund dieni që ka ecur me hapin e kohës duke u kthyer kështu në një qendër e rëndësishme, jo vetëm për leximin e librave, por edhe për ofrimin e shërbimeve tjera, siç është edhe ofrimi i trajnimeve edhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me teknologjinë dhe inovacionin. Çfarë dallon këtë qendër ndoshta nga iniciativa të tjera që mund të jenë të ngjashme në Shqipëri? Sa po e thatë ju përgjigje në fakt, është, siç e përmendët ju, e vetmja qendër që ka këtë bashkëtesën midis librit dhe teknologjisë, dhe me krenarie them që kemi qenë qendra e parë në Shqipëri që kemi pasur këtë qasje, pra kemi transformuar komplet hapësirat në funksion të teknologjisë dhe aftësimit profesional të rinjve, dhe larmishmëria e programeve, projekteve dhe eventeve që janë zbatuar dhe do të vazhdojnë me të njëjtën ritëm, ndoshta edhe më të madh të zbatohen, e bëjnë veçantinë dhe të themi thelbin asaj çfarë ne duam të arrijmë më. E kuptoj. Në fakt, Megi, preku pak që kemi filluar trajnimet që në moshë të hershme për të përgatitur kështu brezat të ardhshëm, por nëse ndalemi tek funksionimi i qendrës edhe gjithë shërbimet që ofron, cilët janë grupmoshat që përfitojnë? Grupmoshat që përfitojnë tek Korça Innovation Hub fillojnë që nga mosha 7 vjeçare, siç e përmendi dhe Megi pak më përpara, dhe le të themi që pas moshës 7 vjeçare nuk ka limit. Në sensin që programet janë të dedikuara për grupe mosha specifike në varësi dhe të kurrikulave që zbatohen si në Korçë, si në Shqipëri, po ashtu edhe për tej. Për shembull, kemi programe për fëmijët nga 7 deri në 15 vjeç, kemi programe për fëmijët 16-18,
kemi programe për të rinjtë në soft skill që fillojnë të implementojnë në një fazë më të vonshme ku ata e dinë se ku duhet të drejtohen drejt tregut të punës dhe të marrin ato aftësi që duhen, bazuar dhe në trendet aktuale që ecin nëpër botë, pasi platformat që ekzistojnë në online, në si të thuash në tregun online, në këtë sens e kam dua që ta shpjegoj dhe këtu të rinjtë mund të marrin aftësitë e tyre për shembull në e-commerce, në digital marketing, mund të fokusojnë akoma në një fushë akoma më vështirë siç është programimi dhe ata të vazhdojnë në hapat e tyre drejt pse jo dhe të krijimit të bizneseve dhe brancheve të tyre këtu në Korçë. Në fakt, ky ka qenë qëllimi dhe vizioni i Bashkisë së Korçës, por si këshilltar për rinjin, sa e rëndësishme është që bashkia të investojë në këtë sektor, pra në teknologjinë, inovacion, sa e rëndësishme është kjo për të rinjtë e qytetit, si e mendon? Unë këtu nuk është se është e parë që vi dhe në takimet e mëparshme kam folur vetëm për rinin dhe jo për inovacionin. Dhe tashmë në këto vitet e fundit e kam ndjerë edhe vetë që e ardhmja është bota digjitale. I gjithë tregu i punës, le të mos përfshim pjesën mekanike të fabrikave apo ndërtimeve të ndryshme, e gjitha po zhvilletohet në botën online, në inteligjencën artificiale, pra nëse nuk ndjekim të hapne dhe kjo është një merit shumë e madhe e Bashkisë Korçë që po fokusohet përveç se programeve të tjera siç mundi turizmi, arsimi, po i më shumë dhe një pjesë të mirë të kohës teknologjisë, është hap i dur që ne duhet të marrim për kohën për të kapur trendin dhe të rinjtë e qytetit tonë të bëjnë pjesë e kësaj bote. E kuptoj. Nëse ndalemi tek lëndët apo modulet që ofron qendra kryesisht për fëmijët, cilët janë ato që ofrohen pranë Korça Innovation Hub? Koduesit e rinj, se kështu quajmë edhe i mësuar me termat, është një nga programet që Bashkia e Korçës i sjell për të tretin vit radhasi, duke pasur fluksin e lartë të fëmijëve të interesuar për të ndjekur programet e kodimit. Siç e përmendëm, fillon nga mosha e ershme, mosha 7 deri në 15 vjeç. Ajo që dua të theksoj është që Bashkia është në partneritet me shumë akademi edukuese që operojnë në nivel kombëtar për t'i trajnuar këta fëmijë. Kurrikulat janë të përshtatshme për grup moshën e tyre, pra kurrikula fikse për nivelin e tyre të njohurive dhe mesatarisht ne kemi mbi 300 fëmijë të trajnuar çdo vit gjatë këtyre 3 viteve. Pra në total është një numër shumë i lartë fëmijësh që ndjekin këto programe dhe bëhen pjesë e Korça Innovation Hub. Aktualisht janë 4 kurse trajnimi të ngritura dhe kushdo ta di, janë 2 klasa të reja që po bëhen gati për të filluar, janë graphic design dhe modelim 3D. Edhe me qenë se jemi këtu, çfarë mund t'ju themi gjithë atyre që janë duke na ndjekur, kryesisht prindrit në këtë rast, sepse bëhet fjalë për fëmijë të vegjël, edhe janë mosha që ndoshta nuk vendosin dot ose nuk e gjejnë dot veten se ku do të kanalizohen në të ardhmen e tyre. Si mund të bëhen pjesë e këtyre kurseve, me qenë se janë ende në kohë regjistrimet? Unë gjej rastin t'i falenderoj prindrit, se realisht janë ata që japin orientimin kësaj grup moshe dhe janë ata që ngulmojnë dhe na i bëjnë pjesë fëmijët të këtyre programeve. Linku është i hapur për regjistrim, pra ka një Google, një platformë në të cilën prindrit çojnë të dhënat e tyre dhe të dhënat e fëmijës dhe shfaqin interesin për cilën nga kurset e programimit do të ndjek fëmia e tyre. Këtë e gjeni publike në të gjitha faqet, po për informacion më të hollësishëm për grup moshën, për orët kur ndodh dhe për ditët e javës, mund të vinte tek qendra jonë pranë bibliotekës publike për të marrë informacionin e nevojshëm, por gjithë aplikimi bëhet online. Dhe mund gjeni informacion shumë mirë edhe në faqen tuaj zyrtare, Korça Innovation Hub, që updatohet aty me gjitha programet, projektet që u zhvilloni edhe gjithçka që ndodh pranë qendrës. Po, sa e rëndësishme është zhvillimi i këtyre trajnimeve dhe këto programe që ju ofroni për të gjitha grup moshat, siç e përmendëm, për zhvillimin e mendimit logjik, krijues, për formimin e brezit të ri digjital. Se ky është qëllimi që keni nisur që në moshë të hershme apo jo? Ne besoj që gjatë këtyre viteve kemi ngritur një frym digjitale kudo në qytet. Përveç pjesës së programit të trajnimeve edhe eventeve, programeve, workshopeve, hackathoneve, olimpiadave që bëjmë në nivel shkollesh dhe kemi një numër shumë të madh të shkollave dhe fëmijëve të përfshirë në programet tona. Ajo çfarë dua të them është që të gjitha kurrikula nxitin mendimin kreativ edhe krijues të fëmijës. Pra, programet që trajtohen dhe kurrikulat që zbatohen
i vendose fëmijët përballë zgjidhjes të sfidave, sfida për ndërtuar lojë, sfidave për të shërbyer komunitetit, për të krijuar, themi, startupet e tyre të para që në moshë të hershme. Ne e tham pak më parë që ka qenë një mbështetje e madhe prindërve dhe gjithë komunitetit lokal, do thoja unë, për të mbështetur këtë vizion dhe këtë projekt të madh frymëzues të Bashkisë së Korçës për qendrën Korça Innovation Hub, por do doja të ndalesha pak tek një program që është zbatuar prej disa vitesh për ofrimin e bursave, një tjetër mbështetje që jep Bashkia e Korçës për të nxitur edhe këtë përqafimin e teknologjisë dhe të inovacionit. E shpjegojmë pak për gjithë ata që janë duke na ndjekur si funksionon dhe si mund të përfitojnë fëmijët për të bërë pjesë e këtyre programeve për të përfituar bursën. Nga moria e shumë gjërave që duhet themi, duhet ta kisha nënvizuar të parën. Trajnimet, duke filluar nga fëmijët dhe deri në moshat më të rritura, moshat që janë gati për punësim, të gjitha ofrojnë me mbështetje financiare nga bashkia. Kjo edhe për shkak të vetë vizionit të bashkisë, për shkak edhe partneritetit që ne kemi në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Për të bërë pjesë e programeve të kodimit për fëmijë dhe aplikimi, siç e tham, ndërkohë që mbështetja financiare e bashkisë për këto programe, për çdo fëmijë arrin në nivelin mbi 70%. 70% të kostos financiare të këtyre trajnimeve mbulohen nga buxheti i Bashkisë së Korçës. Në momentin e regjistrimit të plotësimit të formularit nga ana e prindrit për shfaqjen e interesit, pra që fëmia i tij është interesuar për këto kurse, ai kontaktohet nga ana jonë dhe më pas kalojmë në regjistrimin. Nuk kemi, të themi, filter për t'i diferencuar, jemi për gjithë të barabartë. Dhe ndërkohë kurrikulat janë kurrikulat 3 mujore, mësimi zhvillohet 2 herë në javë pranë ambienteve të Korça Innovation Hub dhe secila seancë është gati 1 orë e gjysmë. Që jep mundësi edhe në shtirje kohore për të marrë informacionin e duhur për programet ku ata janë regjistruar dhe duke kaluar më pas edhe në faza, në nivele të tjera për të rritur kështu. Ndërkohë që besoj pjesa më e madhe e fëmijëve janë nga qyteti i Korçës, sepse ndoshta kanë edhe aksesin më të lartë edhe më të madh për të qenë pranë qendrës, po nuk kanë munguar, besoj, edhe fëmijë që vinë qoftë nga zonat të tjera të Bashkisë së Korçës, nga njësitë administrative, por edhe përtej kësaj, nga i gjithë qarku, apo jo? Nga i gjithë qarku, patjetër, po nuk kemi siç e përmenda, nuk kemi themi selektim në pjesën e fëmijëve për të bërë pjesë. Kushdo që ka shprehur dëshirë për të ndjekur këtë program, aktualisht i ka ndjekur dhe them edhe mos ka kaluar në nivele më të larta, se çfarë na ndodh fëmijët që e kanë me pasion, e kanë me qejf teknologjinë, mbarojnë një kurrikul dhe të themi mbarojnë hapat e parë të kodimit dhe duan të vazhdojnë më lart me kurrikula dhe vazhdojnë robotikë, vazhdojnë programim, pra kemi dhe fëmijë që janë shumë të apasionuar dhe na ripërsëriten të themi në programet që ne ndjekim. Duke ndjekur të gjitha nivelet. A është në programin tuaj zgjerimi i moduleve, i programeve, apo qoftë edhe përfshirja e sa më shumë fëmijëve nga i gjithë qarku? Fal bashkëpunimit që ju keni me Drejtorinë Rajonale të Arsimit Parauniversitar, promovimit që ju i bëni në shkollat e gjithë qarkut, ato që ofron qendra, pra çfarë janë synimet në vazhdimsi? Këtu do më tregoj një sekret. E kisha menduar do e thoja më vonë gjatë. Gjej rastin të falenderoj se vërtet Drejtoria Rajonale e Qarkut edhe gjithë institucionet e arsimit këtu nëntëvjeçar dhe të mesëm janë partnerët tanë më të ngushtë të programit, dhe gjej rastin të falenderoj. Dhe ajo që do të bëj publik është se së shpejti po bëhet gati biblioteka e fëmijëve Thoma Turtulli dhe aty është menduar i njëjti koncept. Pra bashkëjetesa e librit dhe teknologjisë do ketë një hapësirë të re të dedikuar fëmijëve e pajisur me pajisjet e fundit të teknologjisë VR, modelim printera 3D, skaner, kite robotike dhe këto janë edhe kurrikulat e reja që do t'i vendosim në dispozicion të fëmijëve për gjatë vitit 2026. Një lajm i mirë, ky që na i the për herë të parë në emisionin Çfarë duhet dini në ekranin e RTS Korça, sepse e dim që Biblioteka e Fëmijëve Thoma Turtulli është duke i nështruar një rekonstruksioni total, fal investimit të Bashkisë së Korçës, dhe për ta kthyer kështu,
Po njësoj me të njëjtin vizion si dhe Biblioteka Publike Thimi Mitko, duke bashkëtuar teknologjia me librat dhe do jetë besoj hapësira bashkohore me të gjitha pajisjet e nevojshme që edhe voglushët të kenë qasjen e tyre në teknologji. Mirë, nëse do ndalemi konkretisht tek trajnimet që ofrohen për të rinj, sepse pak a shumë Megi përmendi ato që janë për fëmijët, për grupmoshat më të vogla, të rinj që duan të jenë pjesë e tregut digjital, kombëtar apo ndërkombëtar. Cilat janë ato që ofron qendra Korça Innovation Hub? Ne në këto vite kemi ofruar trajnime të ndryshme për të rinjt, pasi nuk është se të gjitha kanë kapur hapjen e teknologjisë që në moshë të vogël, siç po ndodh tani në këto 5 vitet e fundit. Një pjesë tjetër e trajnimeve që flas për moshën që është 18 vjet e lartë, për rinj që të kapin tregun e soft skillave, ku mund të kemi digital marketing, social media management apo dhe e-commerce dhe në web development. Aktualisht ne kemi hapur një grup për web development, i cili është në bashkëpunim me programin kombëtar të nxitjes së punësimit dhe të kodimit, ku të rinjtë domethënë do të aftësohen për 4 muaj në fushën e zhvillimit të webeve, po ashtu edhe në gjuhë të programimit si Java, Python, .NET dhe gjuhë të ngjashme, dhe në ata, si të thuash, marrin të gjithë informacionin e nevojshëm dhe dijet e nevojshme për të kërkuar punë online. Që do të thotë, në platforma të ndryshme siç mund të jenë Fiverr, Upwork apo freelancer, ti shfalos aftësitë e tua se si mund të ndërtosh webe, se si mund të menaxhosh faqe të social medias apo se si mund të bësh grafika më të mira për të ofruar në një shtet tjetër apo dhe në një kontinent tjetër. Cilat janë aftësitë më të kërkuara sot në tregun global digjital? A e ofrojnë këto trajnime, kurse që ju keni pranë qendrës, gjithçka që kërkohet në tregun ndërkombëtar? Ne jemi gjithmonë në kërkim të trendeve të fundit që janë aktualisht duke ndodhur si në Europë apo dhe në Amerikë. Siç e tha dhe Megi, në këto 5 vite ne kemi ndërtuar grupe të ndryshme të rinj, po ashtu edhe kurrikula të ndryshme trajnimesh. Nuk e mendonim asnjëherë më përpara, para 3 vite, që do kishim kurrikula për shembull në fushën e inteligjencës artificiale. Por sot ne kemi si për fëmijë të vegjël, po ashtu edhe kemi kryer trajnime si për administratën, po ashtu edhe për rinj në fushën e inteligjencës artificiale. Pra trendet ne duhet i ndjekim gjithmonë në kohë reale për të krijuar kurrikulat e duhura dhe për të krijuar, si thua, vendet online të punës për të rinjtë të qytetit tonë. Sepse teknologjia ecën me hapa galopant. Kështu që do duhet edhe ju të updatoheni herë pas here dhe të ofroni gjithçka. Kemi domosdoshmëri në punën tonë që të kapim trendet, të kapim linjën. Faljani do ta plotësoja me diçka atë shtajani. Korça Innovation Hub dhe Bashkia Korç është pjesë e një ekosistemi teknologjie dhe inovacioni që operon në gjithë Shqipërinë. Dhe si e tillë ka partneritete me shumë akademi në fushën e edukimit, me shumë mentorë, me shumë akademi që janë pjesë e inovacionit. Dhe shumica e këtyre kurrikulave dhe shumica e programeve që ne vinë në bashkëpunim me këto akademi që ne jemi në bashkëpunim. Sa i ka ndihmuar deri në këto momente, në këto 5 vite të funksionimit të Korça Innovation Hub, të rinjt e qytetit të Korçës dhe jo vetëm për të qenë gati për tregun e punës? Kemi shembuj suksesi? Ta nisim me pjesën e trajnimeve. Ne, siç e thash edhe pak më parë, siç e përmendi dhe Megi, pavarësisht se ne ju japim trajnimet, nuk ofrojmë vetëm këtë gjë, po ashtu ofrojmë edhe mundësinë që këta të rinj, që kanë marrë aftësitë e dije të ndryshme në fusha të ndryshme të programimit apo të soft skillave, të bashkohen me bizneset, si bizneset lokale, po ashtu dhe bizneset kombëtare. Ta bëheni dhe urlidhse për të çuar drejt punësimit. Po, drejt punësimit. Për të parë, si bizneset aftësitë e këtyre të rinjve që kanë përfituar tek Korça Innovation Hub dhe mund të gjejnë, nuk kanë pse të kërkojnë online siç kërkojnë vendet e tjera, por i kanë në qytetin e tyre. Po ashtu dhe mund të krijohen nëpërmjet këtyre takimeve dhe paneleve të ndryshme, mund të lindin dhe ide se si bizneset e këtyre brenda qytetit ose brenda qarkut mund të updatohen, përditësohen me trejat e fundit të teknologjisë, si në fushën e social medias marketing, po ashtu në fushën e programimit, çfarë dikujt mund t'i duhet një program hyrje dalje zemë në thonjza, dikujt mund t'i duhet një program tjetër, dhe pse këtë mos e ofrojnë të rinjtë e Korçës dhe mos e marrin diku tjetër. Kjo gjë më kryesore që ne jemi shohim, sepse duke nisur që nga mosha më e vogël e trajnimeve, që ishte mosha 7 vjeçare, për të kaluar tek faza e gjimnazistëve, ku ata trajnohen në
fusha të ndryshme të soft skill-eve, po ashtu edhe të programimit. Për të arritur në një moshë akoma më të madhe siç janë në moshat 18 e lartë, duam të krijojmë një cikël të mbyllur ku ti hyn që i vogël që merr njohurit rreth teknologjisë dhe arrin dhe të punësohesh pas shumë vitesh për të rinë qytetin tënd duke punuar si për qytetin po ashtu edhe për ndonjë vend tjetër jashtë Shqipërisë. Shembull konkret kemi, besoj edhe mendoj një pjesë. Me statistikat tona 30% atyre që kanë marrë trajnimet brenda Coach Innovation Hub janë punësuar si online, si ashtu në qytetin tonë afër bizneseve që operojnë këtu. E kuptoj. Atë çfarë shikojmë gjatë trajnimeve, kur hapim se në gruposhën e fëmijëve ishin prindrit që luajnë rolin kryesor në orientim. Ndërsa tek të rinjtë, pra mosha plus 16 vjeç, siç e ka ligji shqiptar, që është mosha ku ti mund të fillosh dhe të punosh, shohim dy lloj trendesh. Të rinj nga gjimnazi që duan të rritin aftësitë e tyre për studime të mëtejshme, studime universitare, për të qenë pjesë e kësaj botës së madhe të teknologjisë, dhe të rinj të tjerë që synojnë tregun ndërkombëtar për punësim ose kanë një biznes nga familja, kanë një biznes të vogël, startup, ide të tyre, që me anë të këtyre kurseve dhe këtyre aftësive që përfitojnë, ta çojnë në nivel tjetër. Dhe raste të tillë suksesi promovimi ishte ajo që tha në vitin e fundit në 100 të rinj që kanë ndjekur gati 5 programe të ndryshme trajnimesh, përmend këtu graphic design, digital marketing, social media management, e-commerce, dyqan shitjesh online, LinkedIn, Pinterest, pra është një gamë e gjerë e trajnimeve. Ne nga statistikat dhe nga gjithë ndjekja që i bëjmë se databazët dhe gjithë ciklit që tha Joani nga fëmijë, kemi gati rreth 30% të tyre që e kanë gjetur veten në tregun e punës, o janë bërë pjesë e biznesit, pra e kanë çuar biznesin e tyre në një hap tjetër, ose kanë gjetur mundësi punësimi në platformat online, dhe po i përmend këtu platforma online ndërkombëtare globale punësimi, siç janë Fiverr, Upwork edhe të tjera. Madje ka patur edhe raste, më lejo që ta shtoj, që edhe gjatë periudhës që ata janë duke u trajnuar, kanë patur një mundësi punësimi online, qoftë në tregun kombëtar, qoftë në tregun ndërkombëtar, jo vetëm pas mbylljes së ciklit të studimeve, po i quaj unë, pas mbylljes së ciklit të trajnimeve dhe marrjes së informacionit për teknologjinë. Ajo që na gëzon se di që kanë qenë pjesë edhe e emisionit pra radio televizionit Korça, është që të rinjtë që kanë mbaruar dhe kanë ndjekur këtë cikle, ishte rasti i djemve që kanë filluar ta implementojnë idenë e tyre startup, i vënë njohuritë në zbatim dhe kërkojnë të rriten dhe të krijojnë bizneset e tyre duke shfrytëzuar njohuritë teknologjike dhe për së vërtetës kjo është ardhmja. Për të avancuar idetë e tyre, meqense e përmende, i përmendim edhe djemtë që arritën një sukses të tillë, sepse kanë qenë të ftuar edhe janë trajtuar edhe në emisione të tjera, por meqense e citove pak i përmendim, sepse kanë dalë nga Korça Innovation Hub, dhe ata e thonë me krenari një gjë të tillë. Kanë qenë pjesë, kanë qenë gjimnaz publik këtu, Reqi, kanë qenë pjesë e programeve e hackathoneve që janë zhvilluar pra ne, kanë qenë pjesë edhe më tej se kaq, kanë bëjmë të olimpiadave ndërkombëtare, dhe aktualisht me një aplikacion që ata kanë krijuar, Jehona quhet, po e zhvillojnë për më tej për të zhvilluar një idenë e një startupi. Bëhet fjalë për 3 djemë që unë dua t'i citoj. Renisi, Aleksi dhe Mario. I përshëndesim djemë dhe i urojmë shumë suksese në këtë iniciativë të tyre që ka lindur kështu nga Korça Innovation Hub, nga projektet edhe gjithë programet që ju ofroni dhe tashmë duan ta zhvillojnë dhe pse jo për ta bërë konkrete dhe të realizuar idenë e tyre. Mirë, ne do të vazhdojmë të flasim për Korça Innovation Hub, për gjithë shërbimet që ofron kjo qendër frymëzuese për gjithë të rinë dhe një mundësi shumë e mirë për t'i çuar ata në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar në fushën e teknologjisë dhe inovacionit, por do të shkëputemi tani për pak spote publicitare. Jemi rikthyer sërish në studio në emisionin Çfarë duhet të dini në ekranin e RTS Korça dhe në valët e Radio Korça. Sot në fakt po flasim për një ndër projektet frymëzuese të qytetit të Korçës, që është Korça Innovation Hub, që ofron mundësi pafund për të rinjt e qytetit dhe jo vetëm, për të shkuar drejt teknologjisë, inovacionit dhe për të përqafuar kështu trendet e fundit. Dhe së bashku me mua sot në studio është Megi Koleci, përgjegjëse në Korça Innovation Hub, dhe Joan Deli, këshilltar për rinin dhe inovacionin.
Në fakt e përmendëm pak që në fillim të programit për kushtet bashkëkohore që ofron Biblioteka Thimi Mitko në qytetin e Korçës, kusht inkorporuar edhe ku funksionon Korça Innovation Hub. Por nëse do të ndalemi tek infrastruktura që është e përcaktuar për qendrën, ajo që shfrytëzohet për kryerjen e trajnimeve, të projekteve të ndryshme, si është kjo infrastrukturë dhe sa ndihmon ajo në zhvillimin profesional të fëmijëve, të rinjve, të gjithë atyre që bëjnë pjesë e këtyre trajnimeve? Qendra dhe biblioteka i ofron gjitha këto kushte, pra është një ambient bashkëkor ashtu siç e përmendëm. Momentalisht dedikuara për trajnimin janë 2 nga hapësirat ku kemi një të pajisura me internet të shpejt, pajisje kompjuterike, bëhet fjalë mbi 50 kompjutera desktop, laptop që qarkullojnë kudo. Kemi pastaj dhe hapësirat kreative për design thinking, për zhvillimin e mendimit kritik, kemi salla eventesh, siç është galeria e eventeve, pra kemi një shumëllojshmëri, kemi printera 3D, syze VR, pra pajisjet janë të gjitha. Ashtu siç e përmenda, lajmin e ri është që këto pajisje ndoshta dhe më të mira se këto, po do jem pjesë edhe e bibliotekës tomatur, edhe bibliotekës së fëmijëve që është duke ju nështruar një rikonstruksioni total. Në fakt, më është dashur shpeshherë që të ndjek projektet tuaja dhe gjithçka që është zhvilluar tek Korça Innovation Hub dhe kjo në fakt është thënë me zë të lartë nga gjithë ata që vinë dhe bashkëpunojnë, nga akademi të ndryshme që funksionojnë në gjithë Shqipërinë që janë bërë pjesë e këtyre projekteve që ofron qendra, duke thënë që Korça i ofron të gjitha mundësitë dhe kushtet bashkëkohore që nuk e gjen në asnjë qytet tjetër dhe ja u ka lehtësuar kështu edhe punën gjithë atyre që vinë dhe punojnë me fëmijët me të rinj. Ne gëzohemi kur dëgjojmë këto, megjithatë është siç e përmenda dhe dua ta theksoj, është e gjitha merit e vizionit Bashkisë Korçë. Përveç pjesës së infrastrukturës, do më lejoni ta them, të ngritur pranë qendrës Korça Innovation Hub dhe të qendrave të tjera që tashmë, siç e përmenda e bibliotekës, Bashkia ka ruajtur një rol thelbësor në tërësi në Bashkinë e Korçës për të pajisur me infrastrukturë teknologjike. Përmend këtu një nga projektet dhe programet që do të vazhdoj dhe në vitin pasardhës, të pajisjes me infrastrukturë teknologjike të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme të qytetit. Dhe më lejoni në gjatë 2 viteve të fundit, që ne kemi ndjekur vetë si projekt, janë mbi 150 kompjutera të shpërndara në shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme të qytetit, kemi laborator të inteligjencës artificiale fash bashkëpunimit me Fondacionin Amerikan për zhvillim, kemi gati mbi 10 shkolla të pajisura vetëm 2 vitet e fundit me labor të teknologjisë. Dhe sot jemi në fazën që shumica e shkollave pothuajse të gjitha, po, edhe shumica, në qytete edhe në institutet administrative. Kanë nga 2 laborator, pra kanë një edhe të bashkëpunimit me Ministrinë e Arsimit, pra një laborator teknologjik për fëmijët nga klasa e parë deri në klasën e 5 dhe një laborator tjetër që shumicën prej tyre ka kompletuar bashkia të ciklit nëntëvjeçar, pra nga klasa e 5 deri në klasën e 9. E drejtë, për të dhënë kështu akses. Është një frymë e gjitha në një qytet teknologjik, ashtu siç është edhe qëllimi jon final. Për të përmbushur atë vizion që ka vendosur tashmë Bashkia e Korçës, do duhet që gjërat të ecin si nxirr, nga procesi mësimor, nga institucionet arsimore për të patur aksesin teknologji, për të marrë informacionin e dur dhe njohurit e dura përmes kurikulave që janë tashmë të implementuara në sistemin arsimor dhe për të vijuar më pas edhe përmes dëshirës, pasionit të tyre për të ndjekur dhe për të zhvilluar aftësitë e tyre. Ka rol kyç dhe mësuesit e informatikës, pra mësuesit e drejtimit TIK, se dhe ata i kemi partnerë dhe mentorë në shumë programe, kështu që dhe ata kanë rolin dhe meritën e tyre në gjithë këtë zinxhir. E drejtë. Duke qenë se Korça Innovation Hub ju jep të rinjve, fëmijëve aftësitë e duhura sa i përket zhvillimit të teknologjisë, por jam e bindur që një pjesë e mirë e ideve lindin nga vetë të rinjt. A është hubi hapësira që mbështet idetë e të rinjve për të kthyer ndoshta nesër ose në të ardhmen në bizneset suksesshme nga këta të rinj? Hubi gjithmonë i ka mbështetur të rinjt dhe gjithmonë është përpjekur që të krijojë aktivitetet e dura dhe programet e dura që, si të thuash, të nxjisë të rinjt drejt mendimit kritik dhe sipërmarrjes. Një nga programet tona që është hakathoni që ne zhvillojmë për vitin e 3 radhazi këtë vit,
ku 450 fëmijë nga si nga shkollat nënveçare, po ashtu edhe nga gjimnazet bashkohen për të dhënë zgjidhje një sfide, ku idetë e tyre janë, domethënë, si të thuash, unë nuk kisha imagjinuar ndonjëherë se si mund të jetojë në Mars ose si të jepi një zgjidhje transportit të ardhmes. Dhe këto ide përplas me ira tjetër për të, si të thuash në thonjca, për në fund të ditës të krijojmë një startup. Siç ishte edhe rasti i tre djemve që ishin fitues ta kathonit të vitit të parë nga shkolla Raqi Qirinxhit, ata arritën dhe të mbanin, si të thuash, dhe frymën e bashkëpunimit mes tyre për që këtë ide ta çojnë në startup në të ardhmen. Por këto programe nuk janë të vetmet. Bashkia Korç, për shembull, dua ta theksoj që ka vendosur 2 katët e fundit të godinës së ish prefekturës në dispozicion të kompanive teknologjisë, të cilat e kulturës dhe inovacionit. E artit. I ka vendosur 2 katët e fundit në dispozicion të bizneseve të cilat do duan të hapin breqet e tyre në Korç, dhe ne e themi me merit që tashmë disa biznese kanë hapur qendrat e tyre këtu, siç janë Helio Systems, po ashtu edhe të rinj që punojnë freelancer brenda asaj godine. Pra, sfida është akoma e madhe, por ne deri diku ato lloj sipërmarrjesh personale apo ato biznese të cilat do duan këta të rinj, të cilët kanë ide sipërmarrëse, kemi arritur ta mbyllim ciklin. Është një sfidë shumë e madhe, siç e thash edhe pak më përpara, por ne do t'ja dalim. Përmes projekteve që ju zhvilloni, po qoftë edhe me partnerë të tjerë kombëtar dhe ndërkombëtar, a ka mbështetje financiare për këto ide të rinjve për t'i implementuar? Në varësi të programeve të ndryshme, ka patur besoj thirrje të tilla. Po, ka patur thirrje të tilla sepse ne për shembull në planin e vitit të ardhshëm mendojmë që të krijojmë diçka të tillë, kemi akoma një ide, por nga organizata kombëtare ose ndërkombëtare, po ashtu edhe nga bizneset të tjera, si lokale, po ashtu edhe jashtë Korçë, ka pasur mundësi, si të thuash, bashkëfinancimi për këto ide ose startupet që janë krijuar në qytetin tonë. E kuptoj. Çfarë do themi për këtë mbështetje financiare? Të qenë rrit pjesë e një ekosistemi ku janë gjithë aktorët, pra dhe partnerët ndërkombëtarë dhe kombëtarë, ne automatikisht jemi hallka e parë që marrim gjithë informacionin. Dhe më pas jemi ne ata që shpërndajmë të në gjithë aktorët e interesuar. Momentalisht ne jemi duke mbyllur një bashkëpunimi me Alpa ICT në një projekt ku 12 biznese nga qarku i Korçës u bën pjesë e një thirrje nga Bashkimi Evropian për ekonominë e qarkullueshme. Dhe mes tyre ishte një numër goxha i lartë i startupeve dhe të rinjve që marrin pjesë. Pra, duke qenë pjesë të gjithë kurrikulit dhe gjithë informacionit që ne kemi në dispozicion, këtë e përcjellim. Më lejoni të përmend që mbështetja jo vetëm për biznese, po në të rinë kemi pasur 2 vitet e fundit rreth 10 projekte nga Upshifti, një tjetër program, të cilat janë zbatuar, kanë pasur dhe mbështetje financiare nga programi që idetë që vinin për përmirësimin e shërbimeve në qytetin e Korçës të implementoheshin. Mund të përmend zyrën e podcastit. Ne kemi pranë Korça Innovation Hub një zyrë podcaster e cila ka erdhur si iniciativë disa të rinjve nga gjimnazi Themistoki Gërmenji. Fituan projektin dhe zhvilluan dhe realizuan pra projekte të tilla të vogla por me impakt shumë të madh për qytetin e Korçës dhe do vazhdoj të ketë edhe më shumë në të ardhmen. Duke qenë se ke qenë në kontakt vazhdueshëm me të gjitha këto projekte që janë zhvilluar, qoftë me partnerë kombëtarë dhe ndërkombëtar, si janë dukur idetë e të rinjve, si janë të rinjt e qytetit Korçës dhe të rinjt e Korça Innovation Hub, deri ku shkon ideja e tyre? Unë shpesh e them jo më shaka po e them me atë çfarë më është për brenda, them si nuk i kemi pasur ne këto mundësi përpara. Se realisht mundësitë që kanë sot të rinjt për të bërë pjesë e një hapje kaq të madhe teknologjike, një punësimi global, është një mundësi reale që ata e kanë sot në dorë. Dhe lehtësimi dhe informacioni që marrin përmes këtyre kurseve dhe programeve i orienton drejt një të ardhme konkrete se çfarë ata duan të bëjnë. Dhe unë kam ngelur mbreslëse nga çdo lloj projekti, përmend shumë projekte, përmend rastin e fundit të shkollës profesionale të teknologjisë TIC, shkollës profesionale, që në hakathonin e fundit, ICT Club që përmendi Joani, kanë krijuar një dron për shpërndarjen medicinale, përmend shumë faqe web, faqe turistike të krijuara për Korçën, përmend
mbaj mend një shkollë 9 vjeçare në ICT Club që kishte ndërtuar serën e jetës e quanin ata programin. Besoj ka qenë pjesë edhe e televizionit tuaj. Patjetër, i kemi ndjekur gjithmonë. Kanë qenë ide nga më të çuditshme, kur kanë ndërtuar, kanë ndërtuar një serë se si të shfrytëzojnë njohuri teknologjike dhe kishin në kohë reale temperaturën e lagështisë, sensorët që i duheshin për t'i pasur, pra ide të tilla ka shumë. Ne përmendëm në fakt gjatë bisedës së sotme një pjesë e aktiviteteve dhe eventeve, por mund të rikujtojmë ato që tashmë janë bërë traditë të themi, që zhvillohen prej disa vitesh, që kanë krijuar atë stabilitetin e tyre dhe do të vazhdojnë të zbatohen pranë Korça Innovation Hub. Po, aka thoni është një nga aktivitetet që tashmë është bërë traditë dhe do vazhdoj të jetë edhe në vitet në vijim, ku siç e përmenda edhe pak më përpara, se rinj nga gjimnazet dhe fëmijë nga shkollat nëntëvjeçare ju jepen sfida të ndryshme dhe ata konkurrojnë brenda shkollës, brenda gjimnazit dhe më pas konkurrojnë në nivel qyteti për idenë më të mirë dhe zgjidhjen më të mirë që kanë ofruar për sfidën e dhënë. Po ashtu mund të përmend një Korça ICT Academy për të cilin unë personalisht mendoj që ka programet më të bukura që realizohet në qytetin tonë, ku 100 të rinj, jo vetëm nga Korça, por nga gjithë Shqipëria organizon një bootcamp për 2 javë pranë qytetit tonë me mentorë të huaj dhe ata orientohen drejt tregut të punës nëpërmjet 2 programeve kryesore, gjuhës së programimit të Python dhe mendimit kritik se si ata të realizojnë projekte të ndryshme, si në tipin sipërmarrës, po ashtu të japin zgjidhje shërbimeve të ndryshme që mund të ofrojnë në qytet nëpërmjet design thinking ose mendimit kritik. Programe të tjera janë ato që realizohen, siç e tha dhe Megi, si Upshifti, Ponder, që edhe pse mund të duken si projekte të vogla për qytetin tonë, kanë një impakt shumë të madh sepse edhe përfshirja e të rinjve në këto projekte është shumë e madhe nga gjimnazet, po ashtu edhe nga shkollat nëntëvjeçare. Harova ndonjë? Që më vjen në përsëritje. Çfarë kemi tjetër? Edhe për vitin 2026 ne kemi një listë projektesh dhe programesh, shumicën prej tyre i përmendi Joani. Pra ka programe dhe projekte që ne janë kthyer tradit. Janë konsoliduar tash, se kanë treguar që bashkëpunimi dhe Akademia Verore që foli Joani ka 7 vjet që ndodh në Shqipëri, 5 prej tyre të zhvilluar në Korçë, pra duke shfrytëzuar jo vetëm infrastrukturën e Korça Innovation Hub, qendrës që ne flasim dhe jemi përgjegjës, por komplet qytetin e Korçës, lehtësirat që të ofron qyteza e fëmijëve, infrastruktura e sigurt e qytetit, eksplorimi se është duke qenë kamp veror, ata kalojnë gjithë ditën në Korçë dhe ne mundohemi që përveç programimit të mbushin dhe aktivitetet të tjera, kështu që tash është kthyer traditë. Klubet ICT-së, duke qenë një përfshirje kaq e madhe, 450, sa vjen dhe numri është më në rritje, ne kemi sfidë tani në shkollë, ne kemi sfidë gjatë dizenjimit dhe ideimit. Është një program tjetër që na sill ta bëjmë sërish, duke qenë se sa herë ta biem në kontakt me fëmijët dhe mësuesit, kur do filloj programi, kur do filloj përzgjedhja. Do vazhdojmë pa diskutim trajnimet, ato që e përmenda dhe për fëmijët vazhdojnë të jenë 2 trajnime të hapura dhe shumë shpejt do fillojnë trajnimet e reja për moshën më të rritur, pra për të rinjtë. Do fillojnë trajnimet të dedikuara biznesit, pra është një element tjetër që ne kemi shtuar këtë vit, duke qenë se jemi përballë ndryshimeve të inteligjencës artificiale, ndryshime teknologjike madhore, është kudo në botë kjo. Kemi filluar me ideimin e disa programeve dhe projekteve për biznesin, pra duam të bëjmë bashkë studentët e trajnuar biznesin dhe akademitë që ne operojmë. Do përmend këtu që universiteti është një nga partnerët tanë kryesor në funksionimin e programeve, pra kemi një partneritet të fortë të konsoliduar edhe me Universitetin Farnoli Korçë. Do përmend tjetër edhe pajisje, do vazhdoj në tërësi gjithë programit. Shembujt më të mirë, çfarë kemi pasur, do vazhdoj sërish pajisja me infrastrukturë shkollave, aty ku ka mungesa, aty ku duhen ndërhyrje të reja. Edhe harove të thuash, Korça ka edhe
luksin që ka dhe burimet njerëzore, që jeni ju. Se po flisni për gjithçka që ofron qendra, por edhe ju jeni element të rëndësishëm të mirë funksionimit të këtij vizionit madh edhe të këtij programi të madh frymëzues për të rinj, sepse do duhet të jenë të gjitha zinxhir të lidhura. Edhe ju bëni një punë shumë të madhe, trajnerët edhe gjithë përgjegjësit e qendrës që bëjnë mbarvajtjen e saj, kështu që faleminderit. Dhe duket të falenderuar, patjetër. Më nxorë prap një gjë kështu të re. Është siç më nxorë bibliotekën e fëmijëve. Shumë shpejt dhe na ndiqni në faqet tona zyrtare. Shumë shpejt ne do bëjmë dhe një thirrje për punësim për të rinjtë, që do na duhen pranë qendrës tonë, se gjitha këto zhvillime do duan edhe staf. Kështu që do jetë një konkurs i hapur për të rinj që do na vijë në ndihmë për zbatimin dhe implementimin. Kështu që ftoj të gjithë të rinjtë që e kanë me dëshirë të bëhen pjesë e stafit të Korça Innovation Hub, duke qenë se jemi drejt zgjerimit, drejt hapjes së bibliotekës së re të fëmijëve. Ma nxorë edhe një sekret tjetër. Një sekret tjetër, po kjo është një gjë e mirë dhe unë jam e bindur që nuk ta keni fare të vështirë për gjetur staf, se i keni trajnuar vetë. Tashmë ata që ju keni përgatitur dhe që keni bërë gati për do jetë një konkurs, do të keni pjesë, po patjetër, një konkurs i hapur për të marrë ata që do ta meritojnë atë vend edhe për të bërë pjesë e këtij stafit madh që punon drejt këtij vizioni. Në fakt, folëm gjithë kohës për teknologjinë, po përmendëm pak edhe mendimin kritik, pra ato që nxit Korça Innovation Hub. Po nëse ndalemi nga ana sociale, sa i ndihmon fëmijët, të rinjt për të qenë më bashkëpunues me njëri tjetrin, më social, edhe për t'i larguar nga veset, nga gjithçka tjetër që ndodh në kohët e sotme. Do flas Johani, si këshilltar për rinin, si e ke parë ti në këtë anën sociale, gjithë zhvillimet që ka sjell Korça Innovation Hub në këto 5 vitet e fundit për t'i integruar fëmijët në gjëra pozitive që vlejnë për të ardhmen e tyre. Po. Përveç programit që është për moshën 18 e lartë, ku si të thua trajnimet janë individuale dhe ata aftësojnë direkt për të qenë në tregun e punës, si online ose në bizneset afër qytetit apo në bizneset që mund të ofrojnë një punë online brenda Shqipërisë. Tek fëmijët ne gjithmonë kemi ndjekur të njëjtën, tek fëmijët dhe të rinj kemi ndjekur gjithmonë të njëjtën praktikë. Edhe në trajnimet me kurrikulat e ndryshme për moshën 7 deri në 15 vjeçare. Po ashtu edhe në hackathon-et apo në Korça ICT Academy apo edhe në programet e vogla siç përmendi dhe Megi Apshiftin apo Ponderin, të gjitha këto janë për socializimin e fëmijëve në radhë të parë. Pasi puna e parë që ata bëjnë është puna në grup. Dhe ne i mësojmë gjithmonë fakti kur shkojmë në përshkolla dhe bëjmë lajmërimet për hapjen e programeve të reja, që këto ju duhet të zgjidhni shokun tuaj jo vetëm sepse e keni në klasë, por sepse ju duhet që të punoni dhe të fitoni projektin. Pra, edhe në fund të trajnimeve për fëmijët, ata gjithmonë konkludojnë me projekt. Dhe ky projekt nuk është asnjë individual, por është projekt në grup. A ka thoni poshtu këta 450 fëmijë janë të ndarë vitin e parë kur ne realizuam ishin të ndarë në grupe me nga 10 veta ku secili kishte një detyrë të përcaktuar që si të thuash në thonjza e përcaktonte lideri i grupit, kurse këtë vit ne menduam një metodë tjetër për të shtuar numrin e grupeve, po për të ulur numrin e pjesëmarrësve brenda grupit. Pra i bëmë me grupe me nga 5 anëtarë dhe nga 10 grupe për çdo shkollë dhe secili kishte një detyrë të përcaktuar. Dhe mbarvajtja e grupit dukej në momentin që ato prezantonin, pasi ishin të gjithë koncize, kompakte dhe secili kishte bërë punën e tyre. Pra, ky socializimi e para njëri mban larg telefonit gjërave që ata mund të humbasin kohën, pasi neve të gjitha këto janë në teknologji, por telefoni ofron gjithçka. I ofrojmë i shtymi që të marrin nga telefoni apo nga kompjuteri gjëra për ata që do jenë të vlefshme si në momentin aktual të mësimdhënies, po ashtu edhe në të ardhmen. Pra, të gjitha programet janë pjesë e ndarjes së fëmijëve në grupe, të rinjve në grupe, për të konkluduar me një projekt të cilin ata e bëjnë në bashkëpunim. Sepse është krijuar një mendësi në komunitet, të themi, tek prindrit kryesisht që ti mbajmë larg fëmijët nga teknologjia, nuk mundemi dot. Edhe kemi arritur tashmë ne që jemi prind vetë, edhe kemi kuptuar që fëmijët nuk i mban dot larg teknologjisë sepse është koha e tillë. Në këto zhvillime ka arritur e gjithë bota, por ideja është që ta shfrytëzojnë teknologjinë në të mirën e tyre, në punësimin, në të ardhmen e tyre, për të shkuar kështu në trend me gjithë botën. Pra ne nuk mund të ndërpresim dëshirën e fëmijëve për të mësuar mbi teknologjinë dhe inovacionin, por jo për të qëndruar aty dhe për të kaluar kohën në mënyrë jo efektive, por për ta kthyer kështu në të mirë të tyre, apo jo. Ky është edhe qëllimi në fund. Ky është qëllimi, po.
Ndërkohë që një tjetër qasje shumë pozitive e gjithë këtij vizioni, që është thënë her pas here edhe nga kryebashkiaku Filo, është që të rinjt ne t'i përgatisim, ata mund të punojnë për tregun global, por jo të largohen nga qyteti i Korçës, sepse ky është edhe një prej qëllimeve kryesore, duke ditur që të rinjt e sotëm përgatiten, aftësohen për jetën e tyre dhe largohen. Edhe është ai largimi i trurit që ka vuajtur Shqipëria në këto 30 vitet e fundit. Dhe kjo besoj e ka treguar më së miri në këto vite që ka funksionuar Korça Innovation Hub. Kjo ka qenë qëllimi i parësor që ka pasur kryebashkiaku, ashtu siç e përmendër. Pra ideja ishte jo vetëm e trajnimit, dhe më besoni që bashkia është themi motori që harxhon shumë energji, shumë kosto. Të gjitha ato që ne përmendëm ka mbështetje financiare nga Bashkia e Korçës. Qëllimi final ishte që këta të rinj të qëndrojnë qytetit të Korçës. Jemi në rrugë të mbarë, ka shumë të rinj që punojnë për treg global dhe janë të pozicionuar në Korçë. Po idejojnë programe të tjera që mos na talentet mos na largojnë nga Korça, po dhe nëse largohen të vinë të kontribuojnë, siç ishin rasti 3 studentëve që ne përmendëm, ata do jenë sërish pjesë e programeve tona gjatë periudhës verore për të qenë pjesë e zbatimit të shumë projekteve. Pra e gjithë kjo mund, i gjithë ky shpenzim, i gjithë këto energji që po shpenzon Bashkia e Korçës e kanë qëllimin që të rinjtë të ngelen qytetit të Korçës. Sepse ata mund të punojnë për tregun global, për kompani të njohura ndërkombëtare, të paguhen me ato paga që i nxitin ndonjëherë të rinjt të lënë qytetin e tyre dhe të largojnë apo Shqipërinë në përgjithësi, por qëndrojnë këtu dhe të paguhen po njësoj, të kenë po të njëjtën pozicion pune, gjithçka që ata dëshirojnë, jetë cilësore në fund fundit, sepse ajo është. Ndërkohë që vizioni vazhdon përtekse, vazhdon polidies pa krijimi i një universiteti që prap do ketë orientim nga teknologjia, po të folur për të tjera gjërat apo për vizionin. Shumë i gjerë. Nuk vetëm ka kryesore, po. Ne jemi një nga bashkëpunim me kulturën, me të rinjt, me qytetën e fëmijëve, realizohet e gjithë kjo, si thua, kjo ëndër e madhe që ne jemi duke ndikur. Sepse që të funksionojë si duhet, do duhet të plotësohen të gjitha hallkat. Për rikujtesë ndonjëherë edhe për të gjithë ata që ndoshta tani e kanë hapur radion apo televizorin, ku mund të drejtohen të gjithë ata prindër apo të rinj që kanë dëshirë të bëhen pjesë e këtyre trajnimeve, e këtij cikli kaq interesant që çon ata drejt një të ardhme të sigurt, drejt teknologjisë, drejt trendeve të kohës, për t'ju dhënë më tepër informacion se çfarë ofron Korça Innovation Hub. Mund të drejtohen pranë zyrave tona, ashtu siç e përmendash biblioteka Timi Mitko. Ne na gjeni aty nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 8 të darkës, edhe këta harova ta përmendja, pra ka jetë gjatë gjithë ditës, nga jana deri të shtunën. Dhe mund të shkruani në faqet tona zyrtare Korça Innovation Hub, Bashkia Korçë, pranë sporteleve të Bashkisë Korçë, për të marrë gjithë informacionin lidhur me programet dhe projektet që ne zbatojmë. Dhe për të përfituar edhe ato që ne përmendëm nga mbështetja financiare, bursat që ofron Bashkia e Korçës për të gjitha këto trajnime për gjitha grup moshat. Mirë, uroj që të ketë jetë të gjatë Korça Innovation Hub, edhe të shtohen gjithnjë më shumë ata që do të bëhen pjesë e kurseve, e trajnimeve tuaja, e programeve dhe projekteve shumë të bukura me partnerë të tjerë kombëtar e ndërkombëtar, dhe të kemi sa më shumë të rinj gati për tregun e sotëm, për tregun digital në fundit. Mirë, faleminderit shumë që ishit me mua sot në studio, ju uroj shumë suksese dhe besoj do të kemi të tjera raste për të folur për gjërat e bukura që zhvilloni. Shumë faleminderit ju dhe besoj herës tjetër do jemi me të rinj, me fëmijë, duke parë projektet e zhvilluara. Do t'i kemi patjetër pjesë të emisioneve dhe i kemi patur gjatë gjithë kohës, duke qenë se tashmë kemi edhe një emision të dedikuar zona tek ekranin e RTS Korçës, kështu që do na duhen të rinj që ju tashmë i keni bërë gati për treguar eksperiencën e tyre. Mirë, faleminderit edhe të gjithëve ju që na keni ndjekur në programin e sotëm. Kemi folur gjatë për Korça Innovation Hub, një qendër që ofron mundësi të shumta për zhvillimin e fëmijëve, të rinjve në fushën e teknologjisë dhe inovacionit për të përmbushur atë vizion të madh të Bashkisë së Korçës për ta kthyer qytetin në një qendër të madhe të teknologjisë dhe inovacionit. Bashkë do takohemi në emisionin e ardhshëm, deri atëherë kalofshi bukur.